votën atje ku nuk donin. Ju keni parasysh konflikti një ka PD-ja e Gjirokastës me deputetin që është aty, i cili është pas një lloj merite, dhe kështu si në Gjirokastër është dhe kudo. Kështu që zoti Saliani ka terrenin të gatshëm në Gjirokastër. Kam dëgjuar që ka pirë kafe me të gjithë demokratët, ashtu siç ka qenë Partia Demokratike para 2021-shit, pra të bashkuar të gjitha grupet, dhe është herë e parë që me sa duket Partia Demokratike bashkohet në Gjirokastër në prezencën e Salianit. Kam përshtypjen që kushdo që të shkonte nga drejtuesit e lartë të Partisë Demokratike, që nuk do të bënte pjesë tek ajo, le të themi, arradha e përkëdhelur e Sali Berishës, që nuk do ta kishte konsumuar kohën e vet politike, do të mirëpritej në Gjirokastër. Janë disa figura të cilët gëzojnë simpati në bazë, herë me drejt por edhe të mitizuar për shkak të mediave apo dhe kështu, të pa njohur mirë në kontaktet e tyre personale, por gjithsesi ka një uri, ka një nevojë për të takuar personalitetet për të shprehur. Aty në fakt është dhe fakti që deputet që përfaqëson temi demokratë në Gjirokastër është një nga figurat më të vjetra të Partisë Demokratike. Po, thash më parë. Ish kryetari i Partisë Demokratike, temi pesnik i zotit Berisha, po kam patur atë divorcën e tërshëm 97-99, por më pas zoti Shehu u riafrua sërish me zotin Berisha, pra e thash në editorial. Historia PD-s, histori divorcesh, ribashkimesh, në fund fare burri i shtëpisë nuk ndryshon asnjëherë. Por fakti që temi aty është zoti Shehu, për cilin ka një ngarkesë nga demokratët, është kjo arsyeja pse Saliani e bën aty takimin nesër? Pra ka dhe një simbolik që lidh Shehun me Berishën në këtë mes? Në dijenin time është kërkesë e demokratëve të Gjirokastës që e kanë ftuar realisht Salianin. Dhe këtë nuk e them për të justifikuar veprimin e Salianit apo për ta mbrojtur atë. Është reale, është kërkesë e demokratëve të Gjirokastës e të gjitha palëve, si atyre që janë te foltorja dhe atyre që nuk bëjnë pjesë te foltorja. Dhe në Gjirokastër, të cilën natyrisht unë e njoh mirë, pjesa më madhe e kryesisë Partisë Demokratike që ka qenë e përfaqësuar pjesa qytetare, urbane, intelektuale e tjerë, nuk u përfshi tek foltorja e Berishës, pavarësisht se votën mund t'ja kenë dhënë për shtash dhe një për shkak se mbyllur hundë dhe nuk kishin ku ta çonin votën. Patjetër se votojnë politikisht. Por rezultati ishte natyrisht i dobët në raport me të paktën në shifra, se mandati okay. Një mandatin e nxjerr sistemi, mandatin e nxori kompromisi pazari që bëri Berisha me Ramën me atë po e kanë nxjerrë gjithmonë, e kanë nxjerrë me sistemin aktual, po të jetë mazhoritar pastaj është tjetër histori tjetër. Koli, ajo që më ran sy sot, domethënë pasi isha duke u njohur me disa fakte të lëvizjes së 90-s me ju e kishit editoriali, më bën përshtypje se gjithë ata që janë larguar dhe janë kthyer te Berisha, pra janë larguar si disident, bështetur mbi një kartë morale apo dhe le të themi doktrinore, dhe pastaj kanë pranuar të kthehen te Berisha, vëre që ata janë në thonjza qenë më besnik të Berishës dhe ata që lejnë më fort sot për të mbrojtur Berishën. Merri me radhë, kaloj tani në përmendje dhe shikoj pak. Mua më thua, ka emrin e fundit majt gjuhës e kam, po e them. Po, nëse... Nuk është nga zbardhë, besoj. Kjo është gjë me çuditshme, me që se thatë që Berisha është kompromisit. Merremi me thelbin. Arseta, ama nëse ndodh kjo nesër, duke nisur nga reagimet shumë të ashpra të zotit Berisha ndaj Salianit në 10 ditët e fundit, javën apo 10 ditët e fundit, ky do ishte një akt pra në mendjen e Berishës do përkthehej si një akt i pastër lufte. Dhe sigurisht, unë thash edhe në editorial, zoti Berisha nuk ka më kohë për të bërë ato foltoret e gjata etj. Tashmë ai është rikthyer pronar e Partisë Demokratike, tentoi të rikthej, domethënë bëri rikthimin apo ringritjen apo ringjalljen e Partisë Demokratike, rithemelimin si quhet nga dhjetori i vitit 2021, kësaj radhe ai është në zyrë. Dhe atë zyrë ai duhet ta mbajë. Ai e ka mbajtur gjithmonë, por kësaj radhe duket që toni i ashpër premton lajme jo të mira për Salianin. Po atëherë sepse nesër nëse ai e bën këtë në kohë që Berisha bën festën, patjetër që do të tregoj, patjetër, është për çarje e hapur, por në retorikë unë them nesër është bashkim në Gjirokastër, nëse bëhet.
Okej, jo, në retorikën e zotit Berisha ka qenë që kjo është gjykuar, pra kjo është shinjestruar në farë mënyrë lëvizja e Salianit, pavarësisht se dhe zoti Ali Mehmeti dhe zoti Kliçit, paktën me këto përballet që unë kam pasur në studio televizive, nuk e pranojnë që kjo është në vetvete një lëvizje, dhe kjo është një lëvizje e ndarë nga qasja e përgjithshme e Partisë Demokratike apo struktura dhe kuadrat e partisë. Nesër, nëse do të ndodhi, nesër ndahet, por mohohet automatikisht edhe nga retorika e përpiqet kamuflohet dhe retorika e vet zotit Berisha, nga për shembull zoti Ali Mehmeti ka qenë pjesë e kësaj lëvizje, domethënë në takimin e parë që u bë me më të votuarit e Partisë Demokratike nga 11 maj, ajo u duk hapur që ishte një lloj ndarje dhe një lloj tendence për të vendosur fokusin tek një leadership i ri, pra ishte konkurrencë e hapur. Ose ndarja përgjithësive, thonë ne jemi fituesit, le të bërim bashkë, ata që janë humbës. Pa çka se ishte diskriminuese si qasje, sepse aty praktikisht duhet ishin jo vetëm ata që dolën mirë në zgjedhjet e 11 majit, po gjithë ata që përfaqësojnë, po themi, ekipin e leadershipit të ri të Partisë Demokratike. Po mesazhi ishte i qartë, por ajo që nuk pranohet nga të gjithë, pra praktikisht nga të gjithë përfaqësia e PD-s është që zoti Berisha nuk ka asgjë kundër lëvizjes, pra sipas tyre, dhe zoti Saliani nuk është se po del për t'u shenjestruar, apo nuk po del për të marrë kredit politik në veten e tij si leadership i ri i PD-s. Por nga retorika e zotit Berisha duket që ai është i shqetësuar për lëvizjen e Salianit, por pikpyetja ime më e madhe ka qenë, a është kjo një lojë teatri që po luhet dhe praktikisht zoti Berisha duke mos dashur që të zgjojë një pak kënaqësi tek të tjerët që pretendojnë të ishin në radhët për të marrë leadershipin, ndoshta ja ka dhënë bekimin së fshehura si një farë mënyrë, ose jo në publik, por kjo në publik tani po duket si lëvizje reaksionare dhe sikur zoti Saliani këtë do ta marrë me pahir. Pra kjo ka qenë pikpyetja ime në analizë politike dhe pyetja që i kam ngritur dhe zotrinjve që kam patur përballë, por që nuk kam marrë një përgjigje direkte. Kështu që nëse dhe madje në analizë e paralelizova me atë edhe ti Brut, pra në thënien e famshme, ku Bruti ishte ai që doli një farë mënyre, por këto tradhtitë e mëdha historike kanë treguar që nuk është se janë tradhtitë ndërfillta, por kanë patur një mbështetje të brendshme për të arritur të Bruti në vetvete ishte tradhti e pastër, ndërsa ti thosh Saliani tradhtar, kur Saliani për shembull ka ndet jo vetëm që ka ndetë 2-3 vjetë në burg. Jo, ishte simbolike. Pra edhe ti Brut në termin e asaj që ti del dhe bërë një kryengritje për kundrejt Ke Bruti do merr të sens po të dilte flamuri për shumë. Po pra, në këtë sens. Në këtë sens, po jo Saliani i cili Saliani deri tani i rreshtuar ka qenë, domethënë nuk e kemi parë në asnjë moment një distancë ka ruajtur, ai sepse po ta marrësh nga ngjarjet e shumtuara të janarit 2022. Kur ai u shumtuar si ngjarje, jo vetëm shfaqja e Salianit me shkop në dorë, me çomang në dorë, por ato ngjarje realisht shumtuara, po ndodhin në asnjë vend, jo më në Partinë Demokratike, po që nga ai moment ka ruajtur një farë. Për shembull, sigurisht jam dakord me ty që ka qenë nga më aktivët kundër qeverisë, patjetër, por është munduar që të ketë atë linjën e tij, pra të ketë një linjë që të ruaj një farë distance nga Berisha. Këtë distancë domethënë Berisha e ka zhdukur, sepse unë po lexoja për shembull Qimpekën dje, Qimpeka kuptohet, mund të shkruaj edhe gjëra që si kupton, por mesazhi i asaj që shkruante zoti Peka ishte që zoti Saliani hyri në burg si i njeri i PD-s i Berishës, po nuk jam i sigurt nëse doli prandej si shoku i bandave. Pra le të themi, e çuan deri në atë pikë sa që edhe nga njerëz, nga informacioni që kam nga njerëz shumë afër entouragit Berishës, thonë që kjo lëvizje Salianit ka shumë financim, ka shumë mbështetje edhe nga krimi organizuar, etj. Pra le të themi, parashikoj që do dalin çuditëra dhe lemerira nga Selia Blu nëse nesër Saliani i prish festën Sali Berishës. Unë e kuptoj edhe tendencën brenda Partisë Demokratike për ta denigruar çdo lëvizje apo fraksion që përpiqet të lëviz status quo brenda Partisë Demokratike. Pasi brenda aty janë njerëz të cilët po plaken, po thinjen, s'po egzageroj, po vdesin, duke qenë në drejtimin e Partisë Demokratike. Por unë mendoj që Saliani ka 3-4 elemente disfavorë. Nuk ta them se quhet shkeli ligjit në Britani, nuk ta them, po, më ndjes. S'ka gjë. E lejon Partia Demokratike edhe këtë lloj fantazijet
Partia Demokratike e jona, se tjetra... Unë do thoja këtë gjë që nëse ne do të tentojmë të analizojmë lëvizjen e Salianit, aty do shohim që janë 3-4 komponentë që unë mendoj që janë në disfavor Salianit. Së pari është arkivi i pasur me të gjitha fraksionet dhe lëvizjet që janë shkëputur nga zoti Berisha, që janë kthyer në favor të zoti Berisha, po janë të fituar nga zoti Berisha. Për shkak se nuk kanë arritur dot të ngjisin në elektorat. Të gjitha lëvizjet, të gjitha partitë e reja që kanë dalë si lëvizje brenda Partisë Demokratike, nuk kanë arritur dot ta përmbysin Partinë Demokratike si parti e madhe, e fortë dhe lidershipin e saj. Elementi i dytë është eksperjenca që ka zoti Berisha dhe situatën në cilën ndodhet që për hir të mbajtjes së status quo është gati dhe të negociojë për vendet dyta dhe treta, gjithë cilën nuk është se mungojnë eksperienca brenda Partisë Demokratike ku ka nisur si lëvizje dhe është mbyllur me një negocim dhe është mbyllur dhe çështja e revoltës brenda Partisë Demokratike. Elementi i tretë është që mos harrojmë që Berisha ka dhe një element ndihmues nga larg, e pa thënë, e heshtur, po e kuptuar që është dhe zoti Rama, i cili i intereson mbajtja e zotit Berisha aty ku është. Edhe këtu e futë Ramën. Po patjetër, sikur dhe diversion. Rama këtu ka futur në peçere. Po do ta themi, pse njihen diversionet brenda partisë. Po çfarë diversione kanë këtu? Po po ta them tani, duke qenë Berisha, Rama është më i mbrojtur, të dy figurat lashta historike për shumë gjatë. Ku është Rama në këtë mes? Po nuk është e thonë që të thuhet, po mjafton të kuptohet. Jo, po më themi, po ku? Dhe ne themi ku me kë intereson. Një sekond, nuk ka rëndësi. A mund ta shpjegoj? Nëse përfiton. Avokatit të popullit, ky absurdi avokatit të popullit çfarë tregon? A mund ta shpjegoj se kjo kishte një tregon një lloj amalgame, negociat heshtur. Pra me Berishën është më komod. Ata që ai ka firmos ata 35, ai kanë vënë ata deputetë PD-s 35 firma. Jo, patjetër, po kjo tërheqja pastaj mbrapa dhe mënyra e kalkulimit. Lëshotërish ato se janë ata pushtet, se për këto fola editorial. Po doja sillen në herë se akoma pushtet. Jo, po shikoj çfarë negociohet, një parti e re. Zoti Shabani doli, ngriti, bëri lëvizjen e tij. Bën gjitha ato rrëmuj bashkë me zotin Lapaj, dhe në fund të ditës i bie që kjo është negociuar për hiç gjë. Pra, i bie, domethënë, shikoj sa çip shiten këta njerëz. Po shiten këta, po nuk është faj Berset apo faj këtyre që shiten. Patjetër që është dhe i atij që është çështja e korrupsionit, si korrupsionit aktiv dhe pasiv. Ja vëm. Të dyja fajtojnë. S'ka korrupsion këtu ka vetëm korrupsion aktiv. Jo, duhet të themi, shiko. Duhet të themi gjërat siç janë. Sigurisht që PS-ja po e bën një lojë me avokatën e popullit, ja vlen ta flasim këtë kuadër ndjes. Na ndërprerë, po s'ka problem, te pika 5 ndërprerë, 4 i the. S'ka gjë. Kështu që po jo, po ta zhvillojmë, jo. Po pra, nga pika jote 4 po shkojmë këtu te kjo. Te kjo gjë. Tek puna e avokatit të popullit është pikërisht është për ta diskutuar realisht për kuptuar ku është korrupsioni këtë mes. Tani korrupsioni këtë mes është pikërisht te 35 firmat e deputetëve të Partisë Demokratike, se nuk kanë firmosur 5 Arsela, kanë firmosur 35. Dhe ka marrë më shumë se kushdo firma. Dhe Jola Hysën shkretën që e dojën e gënjye, kalon nga numri 26 e numri 28. Pra e lanë në vend bosh, pra edhe e turpruan. Ardiana Kalan që e kanë përdorur si Rozafën, e morën dhe hollën nga Kalaja. Kjo është e hollën nga Kalaja, dhe thanë Besim Drejgjoni, doli dhe tha para një javë, ne tha Besimi tha duhet të votojë tani Besimin. Pse se voton tani Besimin? Çojë 35 firmat për Besim Drejgjoni dhe votoje. Pra këtu në momentin që shikoj nga ana tjetër që Partia Socialiste për Partia Socialiste sigurisht politikisht nuk do donte të kishte një militant PD-s te avokati i popullit, sepse do të kishte dhe askush nuk do e donte një militant i partisë se ai është avokati i popullit. Ender Shabani ka bërë ca betejë në shoqërinë civile, nuk e mohojmë dot. I ka quar ca padin spak kur ka nuk ka qenë parti politike, i ka quar Ender Shabani. Kështu që te Ender Shabani nuk keti pse kesh skepticizëm, tani a ka përfituar politikisht PS-ja po